Se cilat janë premtimet e kryetarët komuna për 4 vitet e ardhshme që pritet të udhëheqin komunat cilat i morën në zgjedhjet lokale të fundit që u mbajtën në Kosovë, apo shkon duke u rritur numri i premtimeve, në cilat fusha premtojnë më shumëte dhe që është më e rëndësishmja cilat janë pritet për realizimin e këtyre premtimeve, të gjitha këto i diskutojmë me Bekim Saliun nga Instituti GAPI, i cili është sot tu me ne. Atëherë Bekim, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit shumë. Bekim, sot keni publikuar si GAP dhënat e numrit premtimeve dhëna nga kryetarët e komunave për këtë mandatin që i pret 4 vjeçar. Flasim fillimisht për këtë numrin e premtimeve të dhëna, Bekim. Çka tregojnë dhënat e GAP-it? Instituti GAPI ka monitoruar në tërësi fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale, me fokus të veçantë tek premtimet elektorale. Dhe rezultati është që kryetarët e komunave, nga 38 kryetarët komunave sa kemi gjësejt, 26 prej tyre kanë shpalosur premtime para qytetarëve. Marrë në tërësi janë 1683 premtime që janë dhënë në gjësejt. Llogaritur me mandatin e kaluar del që numri i premtimeve ka rënë për 132 premtime më pak. Mandatin e kaluar përkatësisht 2021-2025 kemi pasur gjësejt 1815 premtime që patën dhënë kryetarët e kaluar. Mirë po, kësaj here, domethënë këtë mandat specifike është që kemi 10 komunat e banura me popullat shumicë serbe që nuk kanë dhënë premtime elektorale, e cilë komuna nuk kanë dhënë premtime as mandatin e kaluar. Dhe po ashtu, komuna Mamushës nuk ka dhënë premtime elektorale dhe komuna Skenderajt kësaj here nuk figuron të ketë... Pra kryetari i Skenderajt ka fituar mandatin pa dhënë asnjë premtim. Po, domethënë për dallim nga komunat e banura me popullat shumicë serbe, në Mamush dhe në Skenderaj ka pasur aktivitete elektorale, por nuk ka pasur premtime elektorale. Ta zonë kryetari i Skenderajt, Zoti Lushtaku, ka mbajtur takime me biznese, me lokalitete, ka bisedu, i ka ftu që të marrin pjesë në zgjedhje, kryesisht kjo ka qenë, si të thuash, kërkesa e tij ose çësja e tij në fushat, që i ka ftu popullatën që të jenë, domethënë, votues në ditën e zgjedhjeve. Po për çka të votojnë? Nuk ka shpalosur konkretisht ndonjë plan, ide, premtim, zotim, orientim, projekt se çka pretaj të bëj si kryetari i komunës në mandatin e tina. E për rrjedhoj ne kemi pasur të pamundur ne të gjejmë program të shkruar elektoral në Skenderaj dhe dy të gjejmë domethënë ndonjë premtim që ka shpalosur gjatë këtyre aktiviteteve që i ka zhvilluar. Por dallim nga kandidatët e tjerë, Zoti Lushtaku nuk është përfaqësuar shumë as nëpër media, debate televizive e kështu me radhë, e për rrjedhoj natyrisht që kemi pasur të pamundur që të listojmë ose të evidentojmë ndonjë premtim përkatës të dhënë nga ana e tij. Po, megjithatë, çka tregon tani ky, si fitohet vota ose si bindet shqiptari për të votuar, përkundër faktit se ne e dimë që Skenderaj është bastioni i PDK-s atje, apo jo, nuk e ka pasur edhe shumë vështirë ta marrë elektoratin atje. Unë gjykoj që ka fituar bazuar në këtë që thani jo, do të thotë një lloj bastioni i PDK-s, e por rrjedhoi ka pasur të sigurt fitoren në zgjedhje, dhe kjo tregon që kandidatët për kryetar ose edhe kryetarët aktual që rikandidojnë në zgjedhje, në momentin që ka të sigurt fitoren, atëherë ose nuk shpalos fare premtime, ose shpalos premtime pak. Për arsye që pastaj mos si thuash, mos të rritet presioni në raport me të ose saj për premtime që ka shpalosur gjatë fushatës zgjedhore. Pra, natyrisht për Zotin Lushtaku është një lloj, si thuash, komoditeti që të qeverisë pa ndonjë zotim konkret që ka shpalosur para qytetarëve. Dhe shumë më e rëndë ta zonë për shembull për kryetarin e Lipjanit që i ka shpalosur 107 premtime dhe natyrisht që tani qytetarët mund të shkojnë me programin e tij elektoral në zyret e tij dhe të thotë ky ka qenë premtimi që e keni shpalos, e por rrjedhoi unë pres që ta përmbushni këtë premtim dhe natyrisht kjo është edhe kërkesa jonë, kjo është edhe si thua çësja jonë si institut, pse e bëjmë këtë punë, që t'i mbajmë përgjegjës kryetarët e komunave për fjalën që ja kanë dhënë qytetarëve, por në njëjtën kohë të bëjmë presion te kryetarët e komunave që t'i përmbushin sa më shumë premtimet elektorale. Po, megjithatë Bekim, ky nuk është një precedent që i shërben demokracisë apo jo, sepse edhe kryetarët e komunave serbe, edhe në këtë rast Skenderaj, mënyra se si fitohet një komunë në këtë formë, pra tregon që diçka këtu nuk po funksionon apo çka ndodh, si sarohet. Pajtona me pyetjen tonë dhe pajtona me mesazhin, se më shumë është mesazh kjo çka thoni jo, pra pajtona që nuk do duhet të ishte një model
që duhet ndjekur nga komuna tjera, ose nga kandidatet e tjerë. Sepse kryetari i komunës fiton ose garan në bazë të disa ideve, projekteve, çështjeve, të cilat për të ose për varësisht është grua apo burr, për ta janë me prioritet. Dhe varësisht nga prioritetet që ata paraqesin para opinionit, pastaj opinionit qytetarët e vlerësojnë në bazë ose do duhet ta vlerësojnë në bazë të kësaj. Në këtë rast natyrisht që tregon që është një lloj, si thuaç, përjashtimi, mos ta quajmë me terme tjera paradokse kështu me radhë, por është një përjashtim i cili nuk do duhet të shërbente si model. Natyrisht që në komuna tjera ka pasur shumë premtime, sepse këto janë premtime të cilat i kena shpalos në sot 1683 premtime të dhëna nga kryetarët aktual të komunave. Keni parasysh kanë ngaru 185 kandidat për kryetar komune. Dhe ne kemi monitoruar që të gjithë. Dhe numri premtimeve ka qenë dhe të fish më i madh, por ky është numri premtime që kanë dhënë këta që kanë fituar. Për rrjedhoj do të thonë natyrisht që gara në komuna tjera ka qenë ashpër, edhe në kuptimin e përmbajtjes. Garën e kanë marrë seriozisht, marrë parasysh edhe numrin e premtimeve dhënë apo jo? Kanë marrë seriozisht edhe konsideroj që është serioze dhe është profesionale, është etike, që një kandidat që synon ta marrë pozitën e kryetarit komunës, në radhë parë të ketë program të shkruar elektoral dhe në radhë dytë takimet që i bën me qytetarët të jenë konkrete, përmbajtësore, flitet për problemet që i ka i lokalitet dhe natyrisht për vizionin ose zotimet që i ka kandidati për t'i zgjidhur ato probleme në ta, nëse eventualisht e merr. Dhe nga ato analiza që i keni bërë këtyre programeve dhe këto fushata që i keni përcjell, cili prej kandidatëve u është dukur që është më serioze dhe ka program të qartë për që në mandatin e ardhshëm ta përmirësojë mirëqenien e jetës së qytetarëve në ato fusha që ka nevojë në atë qytet, apo janë të gjithë nga pak? Ne nuk e bëjmë këtë analizë. Pra ne nuk e bëjmë analizën nëse programi është i mirë ose i keq. Ne vetëm e marrim programin dhe e ekzaminojmë konform premtimeve që një kandidat i ka shpalosur. Dhe pastaj ato premtime i publikojmë dhe në bazë të atyre premtimeve pastaj e bëjmë përgjegjës kryetarin sa po i përmbush ose jo. A është premtimi i keq apo është premtimi i mirë, këto le ta vlerësojnë qytetarët. A i premtim, a do t'jep rezultate pozitive apo jo, këto le ta vlerësojnë qytetarët. Ta zomë ne si institut, në të kalumen kemi pasur aktivitete dhe çështje që kemi lubu kundër ndërtimit të hidrocentraleve. Mirë po, ka premtime elektorale, në atë mandat ka pas premtime elektorale që janë premtu ndërtimi hidrocentraleve. Dhe ne e kemi listuar si premtim. Dhe kemi mbajtur përgjegjës kryetarin e komunës nëse po e përmbush ose jo. Pra, ndonë se ne si institut për një politik, për një çështje të caktuar muna me pas një, si thua, pozicion ndryshe, megjithatë tek premtimet elektorale ne ndjekum përkatësisht e mbajmë përgjegjës kryetarin e komunës për fjalën e tij ose të saj. Por rrjedhoj datë natyrisht që ne nuk hyjmë në këtë lloj kategorizimi nëse programi është i mirë ose i keq. Unë them që do të thotë për dallim nga zgjedhjet e 2021-s. Zgjedhjet lokale të 2021-s, në zgjedhjet lokale të 2025-s numri programeve elektorale ka rënë. Në 2021 kanë qenë 24 kryetarë komunës që kanë pas program të shkruar elektoral. Ndërka që tani janë vetëm 17 që kanë pasur program të shkruar elektoral. Çka lën me kuptu që kryetarët e komunave po ikun nga qasja e programit elektoral, ma shumë po shpalosin premtime ad hoc, bazuar në ndonjë kërkesë specifike ose interes specifik e kështu me radhë. Pra, tani kemi 26 kryetarë komunash që i monitorojmë dhe llogaritmi nga 26 kryetarë komuna, vetëm 17 nga ata kanë program shkruar elektoral, ndërka që pjesa tjetër nuk kanë program elektoral. Por ne kemi përcjellur fushatën e tyre, qoftë në rrjetet sociale, qoftë takim me biznese, qoftë takim me subjekte tjera, qoftë të përfaqësuar nëpër media ku kanë debatuar e prezantuar programe ose ide e vizione kështu me radhë, dhe ato i kemi listuar, i kemi arkivuar dhe para se t'i publikojmë i kemi përcjellë te kryetarët e komunave, ju kemi thënë që këto janë premtime të cilat janë shpalosur në këtë ditë, në këtë datë, në këtë aktivitet, ose në këtë lokalitet, e për rrjedhoj ne do t'ju mbajmë përgjegjës. Po dhe ulja numrit programeve zgjedhore dhe këtë tregon që ka ndryshuar formën e metodës ose metodën se si ta fitojnë votën, apo edhe si ta bindin votuesin që t'i votojnë atat, apo çka tregon kjo? Unë gjykoj që pjesa dërmuese e atyre të cilët nuk kanë pasur program elektoral e kanë pasur këtë të sigurt fitore në zgjedhje. Kjo është e para. E dyta, mendoj që programi elektoral
po i bën kryetarët e komunave që në raport me ta pastaj të rritet shumë më shumë presioni gjatë mandatit. Për shkak se thash, të shtyr edhe nga puna jonë si institut, qytetarët po e marrin programin dhe po i thojnë kryetarit se ky është premtimi konkret për lagjen ose për zonën ose për fshatin dhe për lloj ju detyroni ta përmbushni një program të tillë, për shkak që ju kum votuar bazuar në këtë program. Mirë po, natyrisht tash qytetarët e kanë mundësi ta vizitojnë platformën e Institutit GAP, të shohin cilat janë premtimet që kanë shpalosur kryetarët e komunave, të shohin lagjen e tyre ose fshatin e tyre ose çështjen e tyre që ju intereson, dhe pastaj edhe ata si qytetarët e bëjnë presionin e nevojshëm tek vendimarrësit që ato premtimet përmbushen. Ne gjykojmë që këto premtimet janë pozitive. Pra nëse përmbushen këto premtimet janë të dobishme. Asnjë premtim nuk është që sjell kundërefekt të keq. Por natyrisht përmbushja e tyre është e nevojshme, e dobishme, e pritshme. Sa do të ndodhë kjo, ato ndodhë kjo, mbetet të shifet. Nga e kalumeja, referuar dhe mandatit 2013, dhe mandatit 2017, dhe mandatit 2021, mesatarja përmbushjes premtimeve ka qenë 55%. Po thuaj se në gjitha këto mandate? Po thuaj se në gjitha këto mandate... A është e kënaqshme kjo, apo një mesatare jo shumë e lartë? Mbi mesatare, pra që lem me kuptu se gjysma e premtimeve nuk janë përmbushur. Pra në secilin mandat, gjysma e premtimeve nuk janë përmbushur. Tek qytetarët dominon një farë lloj narracioni që gjysma e premtimeve nuk përmbushen. E tani kjo është e vërtetuar edhe në kuptimin metodologjik e teknik e profesional nga ana e Institutit GAP që pothuajse gjysma e premtimeve nuk përmbushen. Mirë po keni parasysh, ka premtime shumë të mëdha dhe ka premtime të vogla. Premtimi më i madh që është dhënë këtë mandat 2025-2029 është premtimi i përparim Ramës për ndërtimin e unazës jashtme të kryeqytetit. Ky është premtimi më i madh që është dhënë, shikuar dhe financiarisht dhe teknikisht edhe në dinamik e kështu me radhë. Është premtimi përsëritur? Jo, nuk e ka pas mandatin e kaluar. Domethënë nuk e ka pas mandatin e kaluar, ndonse kryetari i Prishtinës ka pas numrin më të madh premtimeve që ka pas mandatin e kaluar, i ka pas 206 mandatin e kaluar, ndërkaq këtë mandat i ka 115. Pra kemi rënje të numrit premtimeve tek rasti i Prishtinës, mirë po ka premtime shumë të mëdha. Ata zon premtime për unaza, premtime për tranzit, premtime për sheshe, premtime për nënkalime, premtime për parkingje, e kështu me radhë që janë të cilat natyrisht marrin edhe kohë dhe parë. Po, dhe është të realizueshme brenda një mandati apo vështirë të realizueshme? Në rast që ka vullnet edhe buxhet, po. Në rast që ka vullnet edhe buxhet, po. Këto ndërlidhen ndoshta edhe me nivelin qendror, pastaj realizimi këtyre... Disa prej tyre po. Ne kemi shpalosur edhe sot cilat janë premtimet, cilat lidhen me nivelin nacional, përkatësisht me qeverinë e Kosovës. Është një numër i vogël i premtimeve të cilat lidhen me nivelin nacional. Ta zonë për shembull çështjet që lidhen me unazën jashtë të Prishtinës, çështjet me lidhen me tranzit, me lidhen autostradë, çështjet që lidhen me themelimin e ndërmarrjeve publike lokale, çështjet që lidhen me hartimin e planeve zonale, me planeve rregulluese, planeve strategjike, zhvillimore, kështu me radhë. Këto janë çështje që realizohen në koordinim ndërinstitucional. Nuk mund ta zonë një komunë vetëm me themelu ndërmarrje publike lokale. I do të aprovimi nga qeveria e Kosovës. Nuk mundet një komunë me hartu hartë zonale, sepse kjo lidhet me Ministrinë e Mjedisit. Pra, janë disa premtime cilat lidhen me nivelin nacional, përkatësisht me qeverinë e Kosovës. Por numri i tyre nuk është i madh. Pra në fushën... Pra se me mandatin e kaluar, apo nuk e keni bërë? Përgjithsisht është ky trend. Pra fusha urbanizmit është fusha ku mas po ku jepen premtime. Pra në këtë mandat 2025-2029 janë vetë 50 premtime që në fushën urbanizmit. Shumica e premtime në fushën urbanizmit lidhen edhe me qitë përgjithësinë ndërinstitucionale. Pra që ty të vyni aprovim ose miratim ose një mbështetje qoftë financiare, qoftë procedurale nga niveli qendror për ta përmbushur. Po, dhe është njëra prej arsyeve ndoshta edhe problemi në implementimin e atij projekti për shkak të përfshirjes edhe së nivelit qendror, por edhe mënyrën se si e pati qeveria kaluar qasjen me komunat, apo ka një ndërlidhje kjo apo shenjë ndërlidhje? Numri më i vogël i premtimeve që janë përmbushur të kaluamën kanë qenë premtimet kësaj natyre. Pra që janë varur nga që ky bashkëpunimi ndërinstitucional, ose vullneti, ose buxheti, ose çështje teknike, operative, procedurale, kështu me radhë, e kanë bërë që premtimi pastaj të mos realizohet. Shikoni për shembull komunat kanë shumë pak plane zhvillimore lokale, shumë pak harta zonale, shumë pak plane rregulluese,
zonat ekonomike kryesisht ose janë të inicume e akoma nuk janë të finalizume, kërkesat për themelime ndërmarrjeve publike lokale ka pothuajse secila komunë dhe nuk bëhet për shkak të këtyre ndërlidhjeve deri institucionale kështu me radhë. Pra, por numri i këtyre premtimeve po them është relativisht i vogël në krahasim me numrin e premtimeve që janë kompetencë e komunave për të përmbushur. Po, dhe para se të flasim për fushat e caktuara, cilat komuna prinë me numrin e lartë premtimeve dhe cilat me numër e përmendet që Prishtina ka dhënë, Rama ka dhënë premtime më të, apo cilat janë komuna me numrin më të lartë premtimeve? Komuna që më shumë të ka dhënë premtime këtë mandat është komuna e Lipjanit. Komunë shumë e vogël. Po, komuna e Lipjanit i ka dhënë 107 premtime, pastaj vjen komuna e Deçanit, komuna tjera të shë, do më thonë është Lipjani, është Fush Kosova, është Obiliqi, është Drenasi, Podujeva, cilët e kanë numrin më të madh premtimeve. Ndërkaq numrin më të vogël premtimeve kanë dhënë komuna Malishevës, Suharekës dhe Dragashit. Në Malishevë kemi 20 premtime, në këto komuna tjera Dragash dhe Suharek dikon janë më pak se 30 premtime. Numri premtimeve të zonë si shikuar si pas fushave, në mandatin e kalum fusha ku më shumë të ndonë premtime ka qenë shërbimet publike, në këtë mandat është infrastruktura. Që ka lënë me kuptu që komunat o sekretarët e komunave po e rikthejnë infrastrukturën si prioritet për komuna. Përse? Kërkesa është më e madhe në infrastrukturë. Po në infrastrukturë nuk kupton kjo vetëm rrugë. Kjo nuk kupton impiante, trotare, kjo nuk kupton kanalizime, ujësillëse, objekte e kështu me radhë. Pra, është rikthy prioriteti i infrastrukturës të komunat. Gjë që ka qenë kërkesë edhe e mandatit kalum nga qytetarët që kryesisht infrastruktura është mbeta anash, e për rrjedhoj dhe më thonë kemi një fokus të kryetarët e komunash tek infrastruktura. Arsimi është fusha e dytë, ku ka mas shumë të premtime, jenë 310 premtime që ndonë në fushën e arsimit. Në fushën e arsimit është interesant se... Çka premtojnë kryesisht fushën e arsimit? Apo vetëm ndërtim të objekteve? Jo, do më thonë, ndërtimi objekteve madje është premtimi më i vogël që është haste fusha e arsimit. Është premtu digitalizim, është premtu mësim gjithditor, është premtu ndërtimi i laboratorave dhe ndërtimi i kabineteve, është premtu mësim dual, është premtu trajnim për mësimdhënës, është premtu liga shkollore, është premtu, do më thonë, tekste digjitale, e kështu me radhë. Pra, kryesisht, natyra e premtimeve tek fusha e arsimit, këtë mandat dallon esencialisht nga mandatet e kalume. Sepse mandatet e kalume me drejtje pyetët kryesisht ka qenë çështje të objektit, hapësirës e kështu me radhë, ndërkaq tani i kanë kushtuar rëndësitë e fusha e arsimit, digitalizimit, aplikimit të inteligjencës artificiale, trajnimit mësimdhënësve konform, do më thonë, metodave të reja digjitale, mësimit gjithditor, shujtave për nxënës, trajnimit e kështu me radhë. Po, dhe prisni që mund të realizohen, do të kenë vështirësi në realizim, marrë parasysh edhe analizat që i keni bërë në kaluarën, për shembull në fushën e arsimit, po edhe të infrastrukturës, në këto dy fusha që deri më tani i përmende, ose kryesisht përse betin pa realizume në fushat kryesore që japin premtimet e pa realizuara. Tashti, edhe në kalumin e kam dhënë ndoshta të njëjtën shpjegim, urejt mos bëhemi tepërt, por ne si institut nuk i shohim arsyet pse një premtim nuk po përmbushet. Ne shohim vetëm nëse po përmbushet ose s'po përmbushet. Pra, për neve arsyetimet, shpjegimet që një premtim s'po përmbushet për XY faktorin ose shkaktarin, për neve është jo relevante. Ta zonë mandatin e kalum, kryesisht ju e dini kryetarët e komunave janë thirrë në përmbarim. Përmbaru si po i merr mjetët, s'po kena buxhet, na kanë ndërhyrë në projekte, e kështu me radhë, por rrjedhoj e kena të pamunshme me i realizu për ka se me i përmbush premtimet. Për neve kjo është një shpjegim i logjikshëm, i pritshëm, por jo i cili e arsyeton mos përmbushjen e premtimeve. Për shkak që natyrisht tani kandidat për kryetar ose kryetarët duhet të jenë vetëdijshëm për pasojat ose problemet që i ka një komunë. Secila komunë mund të hyjë tek raportet e thesarit edhe mund të shohë sa ka një komunë borxhe. Edhe kur të sheh sa ka borxhe, pastaj e sheh edhe sa ka potencial. Edhe kur të shet i sa ki potencial, pastaj mos u zgjerosh shumë premtime, sepse e din që një pjesë e konsiderueshme mjeteve do të shkojnë në përmbarim. Po, dhe në anën tjetër bekim, çka tregojnë dhënat për fushat në cilat më pak janë dhënë premtime, cilat janë fushat që vazhdojnë të kemi jo shumë premtime dhe a ka një arsye pse nuk japën premtime? Mas paku premtime janë dhënë në fushën e administratës dhe në fushën e urbanizmit.
Në fushën e administratës janë dhënë premtime kryesisht, domethënë, të orientimit ka ulja e barrës administrative, përkatësisht lirimi, thjeshtëzimi dhe shpejtimi i procedurave administrative në raport me qytetarët, dhe po ashtu ka qenë dominant premtimi për rritjen e rolit të gruas në vendimarrje tek fusha administratës. Për fushën urbanizmit fola, domethënë janë premtime të cilat lidhen kryesisht me plane sektoriale, zhvillimore, ku kërkohet një koordinim edhe aprovim institucional për përmbushjen e tyre. Pra, këto janë dy fushat ku më spaku jepen premtime. Fusha urbanizmit ka dominu gjithmonë për numrin e vogël premtimeve. Pra, prej 2013 e tutje ka dominu fusha urbanizmit për numrin e vogël premtimeve, jo vetëm për numrin e vogël premtimeve të dhëna, po edhe për numrin e vogël premtimeve të përmbushura. Dhe unë gjykoj që fusha ku më shumë ti ka probleme, edhe në nivel vendi, edhe në nivel lokal, është fusha urbanizmit. Pra që lidhet me leje ndërtimit, me legalizim, me pranim teknik, me harta zonale, me plane rregulluese, me plane strategjike, e kështu me radhë. Po, dhe a do duhet të adresojë ndryshe kjo ndoshta nga niveli qendror për ta përmirësuar këtë fushën e urbanizmit, apo thjesht nëse është prioriteti i atij kryetari mund ta shqipër para këtë çështjen e urbanizmit dhe përmirësimit të infrastrukturës? Tani gjykoj që dykun mund tjetë edhe problem teknike legislativ, kjo problemi i urbanizmit, po gjykoj që ekziston një farë vullneti kështu i heshtu, një kshehun, që të mbetet gjendja kështu, sepse përfitohet më lehtë, më thjesht, më shpejt, njerëzit i realizojnë interesat, domethënë, në formë dikun kamuflume, dikun domethënë të rregullt, por gjykoj që kjo është një fushë e cila e dëmton hapësirën, ambientin, buxhetin, qytetarin e kështu me radhë. Dhe gjykoj që natyrisht do duhet të ishte prioritet edhe për komunë, edhe për shtetin, që ta rregullonte me qëllim ose ta adresonte spaku, me qëllim që të evidentonte cilat janë mangësitë dhe të përshpejtonte, do thotë, rregullimet në këtë sferë. Keni parasysh kryeqyteti i Kosovës, ta zonë për shembull, mbulohet vetëm 35% nga planet rregulluese. Që është një paradoks i llojit vet, po flasim për një periudhë 25 vjeçare mas luftës, akoma nuk i kemi domethënë lagjet me plane rregulluese ku shihet ose ku dihet çka ndërtohet, ku ndërtohet, sa ndërtohet e kështu me radhë. Edhe pse ndërtohet, pse ky ndërtim lejohet, pse ky s'lejohet e kështu me radhë. Por kjo nuk bëhet dhe unë gjykoj që jo vetëm tek rasti i Prishtinës, por në nivel të vendit kjo bëhet. Është fushë e çrregulluar apo jo? E pa kontrolluar në një farë forme? Nuk ja kisha dhënë çet epitet. Nuk ja kisha dhënë çet epitet që është kaotike krejtësisht, por nuk është të rregulluar si do duhej. Kjo më e thjeshta ose më e pakta që mund thuhet, në këtë rast është kjo. Pra nuk është të rregulluar as sa duhet as si duhet, e pastaj po sjell pasoja edhe ambientale, edhe qytetare, edhe financiare, edhe kështu me radhë. Po, dhe be kemi marrë parasysh që pastaj pas këtij evidentimit premtimeve ju i monitoroni realizimin e këtyre premtimeve, në cilën pjesë mandatit kryetarët e komunave nisin ta marrin seriozisht realizimin e këtyre premtimeve. A shihni dallime se shumë shpesh diskutohet kjo që mandatin e fundit, vitin e fundit nisin shtrohen rrugët, nis asfalti shtrohet, a vazhdon të mbizotroj kjo, ta shohim këtë përsëri apo jo? Po e bardhi një përvojë nga një bisedë që pata me njërin nga shefat e kabinetit kryetarëve, për shkak që në momentin që kemi bërë listën e premtimeve për kryetarët komunave, kemi përcjellë të kryetarët e komunave para se me dalë në opinion dhe kemi kërkuar prej tyre nëse kanë ndonjë pakënaqësi, kanë për të shtuar ose për të komentuar diçka. Dhe njëri nga shefat e kabinetit kryetarëve më tha që po le të mbetet, tha çashtu, tha pse s'dije, tha çka bëti në fund mandatit. Kështu që unë gjykoj që kjo është një lloj përgjigje që kjo e tregon një farë lloj qasje, kulture të përgjithshme, që fillojnë mandatin me një komoditet, pastaj e shohin që koha po ecë, dhe kur e shohin që koha po ecë, shohin që dikun ka funi, dikush kom i marrë parasysh të premtimet që janë dhënë, pastaj domethënë e rrisin dinamikën që të përmirësojnë performancët e pjesë e premtimeve. Po, është evidente që vitet e fundit mandatit janë më dinamike, mirë, po ne nuk e shohim kështu si institut. Ne, baza vjetore, i përdytsojmë dhënat, i publikojmë dhënat dhe ju kallëzojmë qytetarëve se sa komunat po i përmbushin premtimet që javë kanë dhënë.
Po, dhe a ka bërë ndoshta edhe kjo që qytetarët të vedisohen më shumë, t'i mbajnë përgjegjës më shumë, dhe a kemi raste kur një kryetar i cili ka qenë bastion, për shembull partia e tij në atë komunë e ka humbur mandatin për shkak të keq menaxhimit komunës dhe mandatit që e ka pasur ajo? Po, ka jo pak raste. Po, kemi pasur, sidomos këtë mandat, këto zgjedhjet e fundit. Po, edhe zgjedhjet e fundit, sidomos zgjedhjet e 2021-s, 2017-s, ka pas kryetarë që e kanë humbur mandatin për shkak të neglizhencës, edhe në përmbushjen e premtimeve të zotimeve që i kanë dhënë para qytetarëve. Dhe po, natyrisht, qytetarët e kanë rrit vetëdijsimin dhe vetëdijen dhe informimin, dhe po e marrin edhe institutin GAP si referencë dhe po kërkojnë nga kryetarët e komunave, nga drejtorët e drejtorive që t'i përmbushin premtimet të cilat i kanë dhënë. Kjo është edhe kërkesa e jonja, si përfaqësues të institutit, që qytetarët tregohen shumë aktiv, mos tregohen natyrisht destruktiv, jo institucional e kështu me radhë. Kjo nuk është kërkesa jonë. Kërkesa jonë është që tregohen aktiv, tregohen konstruktiv, t'i ndjekun parimet dhe procedurat institucionale dhe të njëjtën kohë të përmbushin premtimet elektorale. Po, dhe bekem, a ka një dallim kur qytetarët votojnë në zgjedhje lokale dhe në zgjedhje nacionale? Kur votojnë në zgjedhje, sidomos lokale për shembull, a votojnë për kandidatin, për partinë, apo si votojnë, apo për programin? Tani më kjo është pasqyrë e qartë, domethënë po ka shumë dallim. Zgjedhjet nacionale dhe zgjedhjet lokale dallojnë shumë. Po ka shumë dallim, ju e pa ta zonë për shembull në komuna ku LDK-ja ka fituar pa balotazh, tani del që vetëvendosja e merr 62%. Për zgjedhjet nacionale është fjala. Kështu që po ka shumë dallim. Zgjedhjet nacionale lokale dallojnë shumë dhe unë gjykoj që është mirë që dallojnë, sepse kjo e sjell një lloj pasigurie për vendimarrësit, edhe në nivel lokal dhe në nivel nacional. Qytetari nuk është të thonë që ka një standard votës. Pra, një periudhë më të mi pëlqy dikush, një periudhë më të mi pëlqy dikush tjetër, dhe kjo pëlqimi nuk lidhet me pamje fizike, kjo lidhet me çështje përmbajtësore, programore, të kulturës, të komunikimit, të bashkëpunimit, premtimit e kështu me radhë. Pra, unë gjykoj që është mirë që është kështu, dhe po ka shumë dallim, edhe Kosova ka dëshmuar që din me i dallu zgjedhjet lokale për zgjedhjeve nacionale shumë. Po, dhe krejt në fund, bekem si kanë marrë mandatin kryetarët e komunave, a presni të kenë sfida në realizimin e premtimeve dhëna marrë parasysh edhe mungesën e buxhetit, pra ende nuk kemi buxhet të miratuar nga ana e qeverisë për shkak se s'kemi institucione ende për shkak të zgjedhjeve, çka pret sfida tash në këtë proces ajo? Po, natyrisht, domethënë kryetarët e komunave të gjithë kanë marrë mandatin, pra viti 2026 ka filluar me mandat plot të kryetarëve aktual të komunave, mirë po ka vështirësi, ka dhe paqartësi, sidomos këto që lidhen me zhvillimet nivelin nacional, cilat patjetër që afektojnë edhe nivelin lokal. Duket që, domethënë, nuk është aqeron që të dramatizohet kjo, mirë po duket që efekt do të ketë. Veçmas do të ketë efekt në rast që ndodhë që vendi eventualisht të shkojë prapë në zgjedhje. Kjo pastaj do të afektoj komplet këtë vit, edhe për komuna dhe për shtetin. E gjykojt mos bëhet kështu, ose gjykoj ose kërkojt mos bëhet kështu, sepse gjykoj që pastaj efektet do t'jenë zinxhirore, edhe institucionale, edhe financiare, edhe procedurale kështu me radhë, që nuk kemi nevojë pra të humbëm edhe një vit shtesë krahas një viti tjetër që humbëm, por të themelohen institucionet dhe pastaj secili t'i kryej pjesën e përgjegjësive detyrave të tyre konform ligjit që i parasheh. Atëherë bekem, falenderoj që ishe sot me ne. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Ka qenë Bekem Saliu nga Instituti GAP me cilin diskutuam lidhur me premtimet e dhëna të kryetarëve të komunave dhe me këtë intervistë një japim fund të edicionit. Këto kanë qenë gjitha informacionet që kishim përgatitur për këto 60 minuta, ndërsa ju vazhdoni që ndroni me programet tona. Natën e mirë.